harte dhe prek veglat e tua, po bon tani. Më ti më thonë ti e fundorin fare, ti e fund. Ti e në fund fare. Se të njëjtën gjë vajta i the edhe Gjesti Mavris. Çfarë bëre i the në Jorgan? Çdo ti që shef në Jorgan e meshkull dhe mikuc. Ria ty hap buk, ngopu. Po kështu është kur rini me prek në shtëpi. Është një fenomen i njohur në Big Brother, sidomos kur po them edicioni është duke shkuar drejt fundit. Pra, kjo që po ndodh tani në shtëpi është ai proces që zakonisht njihet me procesin e vakumit ose e boshllëkut të kreativitetit. Pra, banorët rikthehen tek debatet vjetra që i kanë diskutuar edhe një herë, i kanë analizuar, janë konfrontuar, madje janë diskutuar edhe në Prime, por që her pas here dhe i harrojnë. Dhe çfarë ndodh? Ja rikujtojnë njëri tjetrit, siç është ky muhabeti i mbathjeve dhe i futjes duarve dhe i shikimit e tjera tjera. Pra, nuk është një gjë e madhe që diskutohet kjo në shtëpi, se në shtëpi në fund ditës 24 orë në shtat mund të rish edhe si dush edhe ti diskutosh. Nuk është e hijshme, është çështja e tyre. Por ajo që dua të them është që vëre ezaurimin e banorëve. Pra, banorët nuk kanë çfarë flasin më. S'kan që flasin më dhe merren me gjërat të kaluara. Shpresoj që të mos jetë kështu deri në fund, sepse pastaj do bëhet shumë monotone dhe të kenë të vënë trurin punë dhe të krijojnë gjëra të reja deri në datën 19 prill. Ajo, këtë hendek ne do ta ndjejmë sidomos në javën e fundit, sepse javën e fundit do ketë akoma më shumë ezaurim nervash, sepse vetë trupi, vetë mendja, vetë qenia e ndjen që po shkon drejt fundit. Pra, ky moment do të pa me shumë kujdes se ata aty brenda janë ezauruar, pra janë konsumuar deri në atë pikë sa i rikthehen bisedave të vjetra, të cilat janë gjithashtu të ezauruara.